Përshëndetje, sot kam gjetër librin e recetave të nënës time, ku ajo ka shkruar recetat e nënës së saj dhe gjyshes, dhe tani dua t'i provoj të gjitha recetat një nga një, dhe sot kam bë gurabia me disa përbërësit shumë të thjeshta dhe më pëlqen të provoj recetat e vjetra, sepse kohën e sotit gjithçka është modernizuar edhe e ndryshuar. Basi o koha mire, edhe pse jetoj në gurbet, ku vendosur me gatu në sofër, se shumë ma shumë lezet ka, se pari vendos një sheqerin dhe një ves. Basi e kini qitë voën, e muni me parzi pak, dhe i sa të bohet si shkum, konsistenca, dhe masandej i shtoni përbërësit e tjerë, të lëngshëm që janë, dhe më thëmë vajin dhe qumshtin. Masandej e përzini dhe mielin e shtoni gradualisht, pak nga pak, duke përzir vazhdimisht, dhe pluhurin përpjekje e kom hellë mrenda miell, dhe qështu të shtoni mielin gradualisht. Besoj që vetë e shihni deri sa masa bohet e fort, tani e dini okay, gati o brumi. Dhe mu më n'kajnë dalë 10 kurabia, disa e kom po të vogla, disa e kom pak ma të mëllaj. Nëse doni ma shumë i bo, mu një përbërësit mi shtuala, do me thë mi bo dupla, mi qitë ka 2 kota, jo ka një. Tani njerë një qaj për mua se du qajnë shumë, dhe tani mundeni me anis mi maru topat e vogla, do me thë më në njejt e boj metodën si që ashtu që shë boj pitën që shë gatuj, që shumë kam su në una, e di që edhe shumica hedhe dhe kosëm do këtë mbrum, ama mu që shtot unë kam su nona jem, edhe ato gjyshja, stër gjyshja, edhe unë vjen edhe dy gjysh keq me ndryshu recetat. Për mu është tradito me thëmë nuk muj mi ndryshu, edhe pse jem lind edhe jem rrit në gurbet. O disa receta që i kena në Kosovë, që janë kanë ndoshta edhe për njerëzit që nuk kanë pas shumë ma të mira janë. Edhe për me zbukuru këshë pak, ju mundu me gotën e kafes mi bu do bira. Masandej kom hell tepsin furrë për 15 minuta 180 gradë. Dhe me vjen shumë gjëna që sidomos në kohën e sodit, fëmit vetëm ja japin vlerë ushqimit luksoze, kur bashkë që kjo ushqim për mu shumë ma shumë vlerë ka. Muni me më të regu edhe në recet, do është që nuk e njo, dhe me thëmë që e kini hungër kur i një konë fëmi, që ka një farë vlerët e ju, dhe po, ju përshëndes shumë.